Struktura e posaçme SPAK ka shtuar arsenalin e dyshimeve të ngritura ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, pasi mori në dorë një letërporosi të mbërritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga letërporosia e administruar në tetor të vitit të shkuar, struktura e posaçme pretendon të ketë zbuluar një shumë të re prej gati $280.000 amerikan të përftuara në mënyrë të palishme dhe që lidhen me ish-presidentin nën akuzë për 3 vepra penale. Shifra është pohuar si argument për të mos e liruar Metën nga burgu në seancën gjyqësore të 5 janarit në gjykatën e posaçme, në të cilën Meta dështoi të ndryshonte masën e sigurisë. Referuar vendimit gjyqësor të siguruar nga A2, prokurorët e SPAK kanë pohuar se së fundmi është konstatuar një shumë e përfituar nga lobimi. Bëhet fjalë për kontratën e konsulencës me kompaninë GSIS, që i shtohet shumës fillestare për të cilën ishte ngritur akuza. Sipas SPAK, shumës prej afro $246.000 për të cilat akuzohej Meta në një marrëdhënie të dyshuar korrupsioni, i bashkangjitet shuma tjetër. I është shtuar dhe shuma $279.700 nga lobimi, e cila është jo vetëm përfitimi i palishëm, por edhe mënyra e transferimit për bën një shifër të konsiderueshme sa i përket aspektit të pastrimit të produkteve penale për të pandehurin Ilir Metaj, citohej pretendimi i SPAK në vendimin e gjykatës. Në një reagim të bërë pak ditë më parë në lidhje me lobimet, Meta tha se nuk ekzistonte asnjë provë që të ketë shkelur ligjin shqiptar apo ato amerikan, e as të kishte dieni se dikush tjetër po shkelte ligjin për llogari të LSI. Sipas Metës, letërporositë e dërguara kanë synuar jo zbulimin e së vërtetës, por mjegullimin dhe fshehjen e të vërtetave. Në vendimin e refuzimit të ndryshimit të masës së sigurisë për Metën, gjykata e posaçme argumentonte se vijon të ekzistojë dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, si edhe rreziku i përsëritjes së veprave penale dhe i prishjes së provave.